Këngëtarja dhe modele Afërdita Dreshaj, përkundër të gjithave, tani më po vazhdon punën e saj me përkushtim deri në maksimum. Agjenda e saj është e stërngarkuar, sa e shohim në New York e Miami, e sa e shohim në Prishtinë e Tiranë. Si duket si beqara, ajo po ka më shumë kohë. Së fundmi ka nënshkruar një kontratë me një kompani të njohur botërore. E për më shumë ndjekim në vazhdim të vërtetat e të pavërtetat lidhur me këto kohë të fundit. Përshëndetje njerëz, se më kemi parë moti. Pastaj arsye është që do bëj një këngë dhe një videoklip të ri. Të vish nga Amerika në Shqipëri e të mos vizitosh edhe Kosovën është njëjtë si të mos kesh ardhur fare. Po, patjetër që po më ardhëm Tiranë më të marrë në Kosovë, kur e kemi pak orë do mbëj atje, tash me rrugën e re. Mas 2-3 ditëve do vinë në Kosovë. Ku do bëj dhe këngën time atje. Normal që do vizitoj dhe do takoj me shoqin time që kam atje, kolege. Afërdita, përveç modelimit me të cilin ka krijuar famë jashtë kufijve shqiptar, ajo është kthyer për të mbajtur aktive veten edhe me muzikë. Ndoshta do të thënë kam dy kënga të reja. Njëra është bashkëpunim, nuk mund ta teknik me këtë, prandaj nuk do jetë e bukur, se kam pas akoma edhe një bashkëpunim. Kam edhe një këngë time single, që do të bashkëpunoj me Lera. Ai do bëj muzikën dhe tekstin. Ja, një surprizë, një ekskluzive për të reklamin. A është e mundur që Afërdita është duke bërë edhe duetin me Bleron? Pasi që Bleron nuk është paraqitur që sa kohë dhe gjithmonë ai projektet e suksesshme i ruan për stilin e nxehtë. Përveç muzikës, Afërdita tashmë është bërë pjesë e shumë kompanive të modës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke pozuar kështu për marka të ndryshme veshjeve e gjithashtu pijeve. Unë punoj atje si modele. Kam qenë shumë ngarkuar me punët atje. Kam agjencionet e mia të modës. Një në Miami, një në New York, një në Michigan. Mbasi të kthehem atje do shkoj edhe në LA, ku do bëj një kontratë me një agjencion edhe atje. Kam qenë shumë angazhuar, duke filluar nga sfilatat, fotosesione. Tani kam bërë një kontratë tjetër në Gjermani me një agjencion mode, MGM, Modeling Agency. Më pret edhe atje një muaj, 2 muaj punë. Edhe pse jo shumë prezente në media, atë mund ta shihet gjithmonë aktive në rrjetet sociale, të cilat nuk i la anash as edhe një moment. Mos ta lëm pa u cekur se këngëtarja është me një akaunt të verifikuar nga Twitter dhe rregullat e tyre kërkojnë që të jetë gjithmonë aktive me postime. Nuk jam në sytë e mediave shqiptare vetëm, dhe kjo do ta theki, që ndoshta nuk mund t'i flas gjitha gjërat. Se jam në sytë të disa mediave edhe jashtë. Edhe nga një tweet, apo nga një koment, apo nga një foto që unë qef, bëhen 100 komente. Jo se çka thot ajo foto dhe çka thot vërtet një tweet imi, por e bëjnë ndryshe dhe si do vetë gazetarët. Edhe kjo më detyron që mos t'jam aq e afërt me intervistat siç kam qenë më parë. Mediat ishin ato që nxorën në pa Afërditën në botën ndërkombëtare. Mirë pa është kjo për të mirë apo për të keq sa i përket Afërditës dhe karrierës së saj në industrinë e showbizit. Ka pas edhe
negativ edhe pozitiv. Më ka rastis që kam pas punë në Turqi, edhe faktikisht ulla Tabuk. Edhe isha ish Miss Albania që ka qenë me more me Miss Univers, edhe vetëm ne të dyja. Po vim ta Marieri më thot, më falë thot, në qenë angleze, si më thot, a je vërtet ti, ajo? Tash, po në kapoj për ngjarjen e këtij. Tash, kush po më ndonë, më falë tash. Afrodita tha dhe më harrodi. Oh my god, tash në Turqin Izmir, isha në qytetin e Izmirit. Dhe me thamë, nuk e di, ngella pa pritme ishte, dhe me thamë ishte dhe e bukura, po pastaj ka dhe ato negative, si thash me parë se i shëndrojnë gjërat në gjërat ndryshme, gjërat pa thana nga unë dhe bëhet e keqe sepse është bërë tepër, dhe me thamë, sa preken dhe familja, është... Ajo edhe punoi në këtë drejtim për të bërë njohur anën banë, kështu duke pozuar për disa brende botërore. Mirë po, nëse emri saj u përmend më së shumti ndonjëherë si në Kosovë, Shqipëri, ashtu edhe në shumë vende të Evropës e Amerikë. Ishin thashë themë dhe fotot e fundit sa i përket relacionit me aktorin Leonardo DiCaprio. Fotoja me Leonardo DiCaprio kemi qenë neve në një private party, kemi qenë ndoshta 20 modele, ka foto aty, që janë edhe tjerë njerëz, por normal janë shkutur fotot edhe kanë thënë Afrodita me Leonardo DiCaprio. E kam tek edhe më herët edhe prapë teki, që nuk ka asnjë gjë. Thjesht nuk e njoh vetëm Leonardo, njoh Leonardo DiCaprio, njoh Craig David, njoh Justin Bieber, njoh gjithë s'po i marr me emër. Është normal. Sikur që kisha koncert me Vlera, sikur që do të dalë nesër të kafe me shoqen Katrina Selimin, apo me tjere. Kjo ishte gjithë historia dhe shpresoj që gjithë ata që kanë shndruar këtë historinë në një histori skandale, ta kuptojnë që do shohin prap foto, edhe shpresoj që mos çuditen se këto ndodhen. Për të shkruajtur edhe portalet me nam në Serbi, siç është Vesti Online. Çdo medjave, çfarë lloj skandale që kanë bërë, folja u bëj halal. A medjave servisë kur më kanë bërë edhe dimension e tyre, dhe më thënë unë kam dashur ta bëj edhe një tweet për këtë rast që ta them që I don't want any Serbian press to talk about me. I am Albanian. Afroditës i urojmë të pushojnë skandalet e të vazhdojnë me punën e saj e të ndërtojë karrierën në një temel sa më të sigurt.